Erdha, pash, fitova, filozofia e një jete që nuk pret, ka fjalë që mbeten në histori si ushtima të përjetshme. Fjalë që nuk janë thjesht kombinime shkronjash, por goditje për shpirtin e një brezi të tërë. Një prej tyre është fjalia legjendare e Jul Cezarit, veni, vidi, vici, erdha, pash, fitova, në pamje të parë është një fjali e shkurtër. 3 folje. Por thellësia që mbart kjo shprehje është e paimagjinueshme. Ajo është filozofi jete. Është mënyrë mendimi. Është strategji suksesi. Është thirrje për ata që ndihen të humbur, të vonuar, të lodhur nga jeta. Është urdhër për të vepruar, jo nesër, por sot, erdha, mëso të lëvizësh. Çdo gjë fillon me guximin për të ardhur. Erdha nuk është thjesht një folje që tregon vendndodhje. Është një vendim. Është momenti kur dikush thot, mjaft më me pritje. Tani është koha ime, të vish do të thot të lësh zonën e rehatis, të largohesh nga siguria, të sfidosh frikërat dhe të përballesh me të panjohurën. Jul Cezari nuk e fitoi perandorin romake nga një zyrë. Ai shkoi në fushën e betejës, në vendin ku vendoset fati I të fortëve. Në jetën tënde, të gjitha ndryshimet e mëdha nisin me këtë vendim të heshtur, të dalësh nga vendi ku je dhe të shkosh drejt asaj që meriton, apo lëviz ti, apo po pret që fati të trokas në derën tënde, Pash, fuqia e vëzhgimit dhe ndërgjegjësimit, shumica e njerëzve jetojnë, por pak shohin. Ata ecin me sy të mbyllur në një botë plot mundësi. Pjesa pash nuk nënkupton vetëm pamjen fizike. Ajo flet për të shikuar me sy të hapur shpirtin e një situate. Të kuptosh lojën që po luhet. Të njohësh njerëzit, forcat, interesat dhe veten. Cezari nuk e mori fitoren sepse ishte më I fortë fizikisht. Ai ishte më I vëmendshëm. E dinte si të lexonte fushën e betejës. E dinte cilët njerëz t'i afronte, cilët t'i mbante larg. E dinte kur të sulmonte dhe kur të tërhiqej. Sepse ai shikonte më shumë se sa të tjerët. Në një botë që bërtet, që nxiton, që huton, arti I të parit është gjithnjë e më I rrallë. Por patë, je I verbër në një fushë shahu, apo shikon ti? Apo kupton ku je, me kë je, çfarë po ndodh rreth teje? Apo po ecën me autopilot në një jetë që nuk e ke zgjedhur vetë, Fitova, forca për të kërkuar atë që të takon, fitoria nuk është një çudi. Është rezultati I një zinxhiri të gjatë zgjedhjesh, sakrificash, përpjekjesh dhe përuljeje para dijes dhe rritjes. Cezari e fitonte sepse ishte I përgatitur. Por mbi të gjitha, sepse e besonte fitoren. Jo në mënyrë arrogante, por me bindjen që ai kishte bërë gjithçka për ta merituar atë. Fitoria nuk është gjithmonë trofeu në dorë. Nganjëherë është ngritja pas një dështimi. Nganjëherë është qëndrimi kur të gjithë të kthyen shpinën. Nganjëherë është heshtja kur zemra po të bërtet, fitoria është zgjedhje. Çdo ditë ti vendos nëse do të fitosh apo do të dorëzohesh, apo e zgjedh fitoren në jetën tënde, apo po ja dorëzon veten fatit, njerëzve dhe rrethanave, Çfarë do të thotë kjo për ty sot? Ky nuk është vetëm një rrëfim për një burr që jetoi mijëra vjet më parë. Është një reflektim për ty që po e lexon këtë sot në një botë që kërkon vëmendjen tënde, kohën tënde, fuqinë tënde mendore. Fjalët erdha, pash, fitova mund të bëhen busulla jote e përditshme. Mund të bëhen formula që ti ndjek çdo mëngjes, erdha, çohu. Lëviz. Dil nga rutina. Merr një vendim, pash, mos u ngull. Kupto situatën. Analizo. Vëzhgo veten dhe të tjerët, fitova, merr përgjegjësi për rezultatin. Bëje jetën tënde një fushë triumfi, mësimet që të çojnë drejt fitores, disiplina është më e fortë se motivimi. Mos prit të ndihesh gati. Fillon dhe më pas vjen forca, mos u krahaso. Çdo njeri ka betejën e vet, ti duhet të fitosh tënden, humbja është pjesë e lojës. Çdo Cezar ka humbur betejë, por asnjë nuk u ndal për shkak të saj. Njerëzit do të gjykojnë pavarësisht se çfarë bën.
Mos e harxho energjinë duke u justifikuar, në fund, historia kujton vetëm ata që guxuan. Je një nga ta, epilog, mos e harro këtë, nuk është fjalia ajo që mbajti gjallë emrin e Cezarit për mijëra vite. Ishte jeta që ai zgjodhi të jetonte. Ishin betejat që ai nuk I shmangu. Ishin vendimet që mori kur të tjerët nguruan, ti mund të mos jesh general, as perandor. Por në fushën e jetës tënde, je komandanti suprem. Dhe ti e shkruan historinë tënde me çdo veprim, erdha. Pash. Fitova, thuaje me vete çdo ditë, dhe më e rëndësishmja, vepro sipas saj.